e kemi dëshmu, edhe kemi lënë jetë tjera, kemi ardhur këtu, prandaj ai le të merr përgjegjësinë, le të fillon punën, mos të pret sepse detyra është e tij si parti fituese. Në të kundërtën, le të dorëzohet si paft, si njerëz të papregaditur, sepse vërtet janë të papregaditur, këta dhe nuk dinë dhe nuk dojnë, çka është fatkeqësia. Dhe mos harroni, shndërrimi i kuvendit në 6 vitet e fundit ka qenë një cirk. Keni pa që aty nuk ka kod të veshjes. Keni pa që gjithçka është kthim prapa. Në një kohë kur ka pas njerëz akademik, njerëz që kanë pas vlera e që sot fatmirësisht ka disa, por vendin e dojnë një shumicë, fatmirësisht, e që kanë secilin parti politike dhe nuk kanë me leju që me lujt me cilin do institucion e aq më tepër me Republikën e Kosovës. Pra dhe njëherë, po tham, pakënaqësitë veç po rriten. Prandaj merrni përgjegjësitë, ju që keni marrë besimin e qytetarëve në numër më të madh, por mos harroni që nëse një ditë pakënaqësitë rriten, atëherë përgjegjësinë duhet ta merr secili, sepse Zoti Kurti është mësuar mos me marrë përgjegjësi. Po zoni Haxhiu, pse mendoni që Kurti po e bën këtë që po e bën, në fakt po kërkon kohë shtesë teksa një marrëveshje me partitë opozitore